Aksioni i prokurorisë kundër trafikut të paligjshëm të mbetjeve të rrezikshme provoi një fakt të thjeshtë. Për këtë krim të rënd mjedisor nuk ka asnjë përgjegjësi politike. Ministria e Mjedisit nuk mban përgjegjësi, drejtori i portit të Durrësit nuk mban përgjegjësi. Siç e kemi paralajmëruar nga kjo foltore, por edhe në terren, Prokuroria e Durrësit amnistoi Mirela Kumbaron dhe Piro Vëngun për krimin më të madh mjedisor të regjistruar në vend. Kemi parë shfaqjet publike të Kumbaros si ministre, duke ndjekur qytetarët dhe duke fyer për një qese mbeturinash. Ndërkohë, nën përgjegjësinë e saj, 2800 ton mbetje të rrezikshme u ngarkuan në Elbasan, u transportuan në Durrës dhe u nisën drejt Tajlandës. Kemi parë po ashtu shfaqjet e Piro Vëngut si drejtor i portit të Durrësit me deklarata për forcimin e sigurisë dhe kontrolleve në bashkëpunim me policinë dhe doganat, mburje dhe propagandë boshe. Në realitet, në drejtimin e tij, 2800 ton mbetje të rrezikshme të shpërndara në 108 kontenjer u ngarkuan pa asnjë pengesë dhe u nisën drejt Tajlandës. Dhe kjo nuk ishte ngarkesa e parë. Ishin disa të tilla, rreth 50.000 ton mbetje do të kishin ndjekur të njëjtën itinerar, po të mos ishte ndërhyrja e autoriteteve të vendeve të tjera dhe rrjetit të Bazelit. Prokuroria e Durrësit mori më shumë se një vit hetim dhe arriti në një përfundim të paracaktuar. Fajtor janë vetëm disa specialistë dhe disa drejtorë të nivelit të mesëm. Ky është krimi i dytë edhe më i rëndë se ai mjedisor, krimi i pandëshkueshmërisë. Mesazhi u dha qartë edhe një herë. Njerëzit e Edi Ramës nuk preken, ashtu siç mbrohen edhe sot figurat të tjera të përfshira në afera të rënda. Edhe pse të lidhur drejt për drejt me trafikun e paligjshëm të mbetjeve të rrezikshme, përgjegjësit jo vetëm që nuk u ndërshkuan, por u promovuan. Kumbaron e 2800 tonëve të mbetjeve të rrezikshme e dërguan të edukojë fëmijët tanë. Vengun e 108 kontenjerëve të rrezikshëm e caktuan të mbrojë të gjithë atë dheun. Dhe kjo ndodh kur përgjegjësia si hallk morale e shoqërisë nuk ekziston më për qeverinë. Në këto kushte, reagimi nuk është zgjedhje, por një detyrim. Të bashkohemi më 10 shkurt, ora 17 te kryeministria, ku mbrohen dhe frymëzohen të gjitha mbetjet e rrezikshme, mjedisore, politike dhe shoqërore. Duhen ndalur këta bandit të cilët nuk po ndalen para asgjëje. Ju falenderit.